Megjithatë detajet i ka kolegu Rustar Send, përshëndes. Përshëndetje Aida, teksa në këto momente në gjykatën posaçme po dëshmon ish ministri i mbrojtjes dhe ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Toketa, ka reaguar edhe ish kryeministri Berisha, po kreu i PD-s, i cili aktualisht është i pandehur në këtë proces. Ai ka përshëndetur qëndrimin dhe deklaratat e zotit Ylli Pango, ish ministrit të tij, ndërsa ka kërkuar, duke deklaruar se edhe Gazmend Toketa kërkon të mbaj qëndrime, duke thënë gjithë të vërtetën se qeveria e Partisë Demokratike kishte një projekt, një program elektoral dhe një program qeverisës për të përshpejtuar procesin e privatizimit për prona që vërtet privatizoheshin dhe jo siç bën majoranca aktuale duke vjedhur asetet dhe pasuritë e shqiptarëve. Zoti Berisha ka qenë këtu në cilësinë e personit të pandehur me një masë sigurie detyrim paraqitje të hënë e parë të çdo muaji, ka folur gjatë në fakt, ka dhënë një përgjigje për herë të parë nëse do të pranojë apo jo ai personalisht dhe Partia Demokratike kërkesën e majorancës të shprehur edhe nga kreu i Komisionit të Ligjeve dhe ish ministri i Drejtësisë zoti Ulsi Manja për zgjatjen e një mandati të prokurorëve të posaçëm, jo mandatit drejtues pra 3 vjeçar, por mandatit si prokuror për 9 vite në këtë institucion. Ai nuk ka dhënë asnjë po, asnjë jo, por ka deklaruar se hallet e Ulsi Manjas janë se ai është peng i kësaj dosje dhe duke qenë se është peng, ai është i gatshëm bëj çdo gjë për të shpërtuar dënimin dhe të bëjë këto favore kundrejt SPAK. Gjithsesi mbetet për të pritur zyrtarisht cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike, është ende e herët për të folur në fakt pasi përtej çdo qëndrimi pro apo kundër, ndërhyrja e ndërkombëtarëve dhe qoftë edhe interesat politike, por edhe marrëveshjet që bëhen në momentet e fundit tregojnë që për sa i përket institucionit prokurorisë posaçme, reformës në drejtësi, palët kanë qenë edhe më kundër se që janë aktualisht dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët për ta miratuar atë me 140 vota dhe kjo përgjigje zoti Berisha nuk duhet lexuar si definitive, por do duhet presim pasi është një kërkesë e kahershme e prokurorëve të SPAK që të paktën, ndryshimi kushtetues duhet heq kufizimin 9 vjeçar për prokurorët e SPAK, pasi për gjyqtarët e posaçëm nuk ka një kufizim, ka vetëm për prokurorët e posaçëm. Nga ana tjetër ka folur se në këtë institucion ka gjetur ata persona që kanë probleme me ligjin, ata persona që janë arratit duke bërë plane dhe duke thurur intriga apo duke fshehur prova që rëndojnë ndaj tyre. Pyetja së mundshëm në live nëse ka bërë apo një urim për rivalin e tij politik për 62 vjetorin, pra për datëlindjen e kryeministrit Edi Rama, zoti Berisha është përgjigjur se po kam një urim, i bashkohem urimit të rive protestues për të përcjell zotit Rama festimin apo urimin për 62 vjetorin. Ishte kjo një deklaratë e bërë pak më herët këtu, ndërsa në këto momente vijon të mbahet procesi Partizani, ku zoti Berisha është i pandehur, por nuk e ndjek vetë gjyqin, përfaqësohet nga avokati i tij Genci Gjekuta. Po Aida. Unë nuk besoj se i prisje që ta kishte uruar, se pastaj nëpërmjet kësaj pyetje që ti ke bërë Sali Berishës do të konfirmojë gjithë ato zëra që thonë ata janë bashkë. Megjithatë përgjigjja e Berishës ka qenë e qartë sepse protesta që ne lan pas kishte disa element për hir të vërtetës që si kishin parë më para. Janë apo jo bashkë marrëveshjet politike më të rëndësishme të vendit edhe përkatësisht edhe ndryshimi kushtetues pikërisht mban firmën e 2 liderëve aktual politik. Ndryshimi kushtetues i 2008-s mban firmën e zotit Berisha dhe firmën e zotit Rama. Ishte një ndryshim rrënjësor ai që nga 2008-a thuajse mjaft institucione kushtetuese janë zberur, por gjithsesi ndryshimet e 2016-s kishin disa palë, përfshi dhe presidenti i Lirisë, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim, zotin Meta, por nga ana tjetër, edhe pse zyrtarisht publikisht mungoi një urim i drejt për drejt, faktet dhe zërat e personazheve dhe personave rreth tyre tregojnë që ndër vite urimet anasjelltas për datëlindjet e gjithë secilit nuk kanë munguar. Ka zhvillime tjera sot apo do të presim në minutat në vijim për të mësuar se si do të vijojë? Momentalisht për sa i përket proceseve më rëndësishme është dosja Partizani, ndërsa prokuroria e posaçme vijon të jetë e fokusuar të dosje të rëndësishme hetimore që përfshin afera me pastrimin e parave, narkotrafikut, zyrtarëve të lartë, institucioneve publike të rëndësishme si hipoteka, kadastra, luizni, jo vetëm për të bërë verifikime me dyshime tjetërsimit të pronave, jo vetëm në zonë e jugut apo Bregdetit jon, por në mjaft territoret të Shqipërisë. Do të kemi diçka konkrete, Arsene, mund të jemi sërish së bashku. Për momentin do të përshëndes.